jam duke hyrë në një nga hotelet e parë në Shqipëri të brand name, që nga Durrësi deri në Sarandë, pra që nga Melia e Durrësit deri në Sarandë, dhe njëkohësisht hoteli i parë 5 yje plus në Bregdetin e Shqipërisë. Që do thotë, hotelet ndahen me yjet, por tek 5 yjet janë hotelet business hotel me 5 yje dhe janë hotelet me 5 yje plus. Green Coast Hotel M Gallery është ky hotel këtu në cilin mbrihet me bagi në zonën e Green Coast, ja ku është i shkruar dhe emri. Hoteli nuk është ende i hapur, unë do bëj një tur të tij. Organizatorët na kanë thirrur për ta treguar, pra për emisionin Opinion, po e tregoj dhe për YouTube-in, është pjesë e M Gallery Collection, po të shihni, M Gallery është një nga brandet e kompanisë Accor, kompania e dytë më e madhe e botës për hotelet. Është pjesa e hollit, i gjithë hoteli është i veshur me një gur shqiptar, i cili vjen nga zona e Kapshticës, është gur shumë i bukur sepse të krijon përshtypjen e zallit të lumit ose të detit. Vjen nga Kapshtica, nuk është pllak, është gur i mirëfill, dhe për ta kuptuar më mirë duhet ta shohësh te recepcioni. Kjo është pjesa hyrëse e recepcionit. Mirëdita, si jeni? Si kaluat? Si jeni? Shiheni pjesën këtu, pra këtu e kuptoni që është i gjithi një gur, kjo pjesë dhe jo pllak, dhe pjesa tjetër është po ashtu gur shqiptar, që vjen nga zona tjera, në mos gaboj ishte guri i Vlorës, ndërsa ky gur tjetër është, me cilin është shtruar pjesa më e madhe e hotelit dhe fasada e tij, vjen nga Kapshtica. Kjo është pjesa kryesore e hollit, i cili ka dhe pjesën e jashtme të tij. Dalja jashtë ose pamja jashtë është fantastike, por do mundohem dal nga bari për ta treguar më mirë. Është dijon sërish recepcioni dhe bari i recepcionit, është një nga 3 baret. Çdo standard i hotelit është përzgjedhur nga Accor, është bërë në raport me Accorin, stafi që e drejton është 100%, do të thënë drejtues, është 100% ndërkombëtar i zgjedhur nga Accori, dhe gjëja më interesante është që hoteli ka një punonjës për çdo dhomë, 130 dhoma, 130 punonjës, dhe një gjë tjetër të pa besueshme, ka po aq sa metra katror për hotelin, pra për pjesën e hotelit, dhomat, shërbimet e tjera, po aq metra katror ka në shërbimet ndihmëse që unë s'po ju tregoj, por mund të shihni në televizor në emisionin Opinion. Kjo është pjesa jashtë me recepcionit. Këtu është plazhi privat me 250 çadra, 600 metra i gjatë, që vijon që prej fillimit këtu e deri në fund tek shkëmbi atje. Hoteli ka 6 godina, sipër janë dhomat e takimeve, pra të mbledhjeve, meeting rooms, nëse mund t'i quajmë kështu. Kjo është pjesa tjetër e godinave, ka 6 godina, të cilat shkojnë nga 2 kate deri në 6 kate. Asnjë godinë nuk mund të dalë mbi shkëmbin përballë. Po të vini re, të gjitha dhomat kanë terraca të vogla apo më të mëdha sipas madhësisë. Dhomat standarde do t'ju tregoj pak më pas, do të flas me një nga menaxherët egjiptian që merret me dhomat. Kjo është pjesa e shtruar e lulishtes, pra shihni dhomat me e katit parë, të dytë, tretë dhe të katërt. Ka 130 dhoma, po midis tyre ka dhomat standard, dhomat deluxe, dhomat junior suite dhe suitën presidenciale, e cila është 130 metra katrore madhe. Plazhi ka kabanat për dhomat premium dhe pjesën e çadrave për të gjithë klientët e hotelit. Pra çdo klient hoteli ka të përfshirë çadrën. Këtu jemi në godinën e dytë, godina e tretë është ajo, godina e katërt dhe e pesta është në pjesën mbrapa. Po të vini re, asnjë godinë nuk është e ngjashme me tjetrën, pra secila nga godinat është e ndryshme për arsye arkitektonike dhe është veshur e gjitha me të njëjtin gur që thash, që t'jep përshtypjen e shkëmbit që ka qenë përballë. Është një hotel ku të 131 dhomat kanë pamje nga deti, shihni çfarë pamje fantastike kanë. Të 131 dhomat kanë të njëjtën pamje nga deti, kanë standardin Accor të dhomave, pra standardin e tyre, dhe njëkohësisht shërbimin i cili është trajnuar i gjithi nga kompania franceze. Në këtë drejtim shkon, ka pjesën e pishinës, e cila është e ngrohur, ka pjesën e spas, që është në këtë drejtim,
ka njëkohësisht edhe fitness center. Gjëja më e bukur është që hoteli do të jetë ndër të parët hotele në të gjithë këtë zonë që do të funksionojë 12 muaj të vitit. Pra është 12 muaj i hapur dhe do të shërbej edhe për staf retreat dhe për organizime të tilla. Këtu po hyjmë në pjesën tjetër. Është godina e 4 e 5 është ajo mbrapa, e cila këtu ka një ndryshim në ngjyrën e mermerit. Është përdorur mermer jeshil për ta ndarë pak nga guri i kapshticës, pra për të thënë është dhe pjesa e spas në këtë drejtim, ndërkohë që këtu po shkojmë tek restoranti qendror dhe te bari. Bliss Bar është një bar i cili ka standardin prap thash të Akorit dhe kjo është pishina e hapur. Ka pamje infiniti, dhe shatosh është pishina me ngrohje, pra është një pishin e cila ka temperaturën të kontrolluar. Edhe në dimër mund ta ketë ujin 25-30 gradë, pra është e ngrohtë dhe është e gjitha e vendosur mbi det. Duhet ulesh në lartësinë e pishinës për ta kuptuar që është infiniti. Kjo është pjesa barit me hijen, pra ku mund të qëndrohesh për të qenë në hije. Ndërkohë që do mundohem ngjithem sipër për t'ju treguar pjesën e restorantit dhe më pas, shihni çfarë interesante është në standard, është që ushqimi nuk gatuhet tu. I gjithë pjesa e restorantit, e kuzhinave dhe ndihmave janë katin e poshtëm dhe ushqimi vjen përmes ashensorit. Domethënë ti duhet trasësh ashensorin dhe ushqimi të vjen nga kuzhina përmes këtij ashensori, vendoset në këtë zonë këtu dhe prej këtu shërbehet në drejtim të barit ose nëse ngjitesh një kat më sipër, unë kam shtypur 1-shin, duhet shtyp 0, në fakt se jam 0, të shkon në drejtim të restorantit tek 1-shi dhe 0 vjen tek bari. Pra ja kam ja erdhi. Ja, ky është ashensori me të cilin vjen ushqimi. Ndërsa pjesa e sipërme është pjesa që të çon tek restoranti, po ju tregoj dhe restoranti, po gjëja më interesante janë 3 tipet e ndryshme të dhomave që duhet tregoj me njëherë pas tyre. Tash, gjëja më e bukur dhe më e rrallë është pamja manitse që ka. Kjo është pjesa, restoranti është në katin e dytë, por mund të shërbehet ushqim dhe në katin e parë. Ka një verandë shumë bukur. Si jeni? Ka dhe një verandë këtej, po filloj me shërbimin. Është pjesa e restorantit. Haj. Ciao. Si jeni? Mirë, si kalon? Albano, menaxheri. Albano, si je? Mirë, si. Mirë. Kjo është pjesa e restorantit, ë? Po, ky është restoranti Mozaiku. Brenda kemi 66 covers edhe 31 përjashta. Shefin çfarë keni? Shefi i kuzhinës është Argentinas. Shefin e kanë Argentinas, që njeh mirë kuzhinën, po shefin e pasticcerisë? Shefi i pasticcerisë është turk. Shefi i pasticcerisë është turk, pra një shef kuzhinierin, siç themi ne, Argentinas, një shef për pasticcerinë turk, kishe 60 e sa vende brenda? 66. 66 vende brenda, ki parasysh që vapa është përvluese në verë, ndërkohë që kjo është pjesa e terracës. Ti hapim të dy e një? Po. Shifeni tani, në ditë më të freskë, do më thënë kur nuk ka nevojë dhe ndryshimet më dha temperaturave indoor dhe outdoor, kjo mund t'ishte fantastike. Është pjesa e pishinës, pra pishina thash është me ngrohje, dhe shirë që çfarë pamje ka. Më gjeni një det më të bukur, se ky po të vish këtu mund ta shohësh hotelin edhe të gjithin të ngritur, po besoj e keni parë në pamjen me dron. Albano, ku e punuar përpara? Kam punuar në lindjen e mesme. Lindjen e mesme, ku? Në Doha, në Oman, në Doha dhe në Oman. Edhe Abu Dhabi. Edhe në Abu Dhabi. Po çfarë bëje? Kam filluar si gjithë kamarier, po avash jam rritur duke kaluar. Sa vjet ke punuar atje? Kam punuar 8 vjet. 8 vjet. Po. Domethënë 2 në gjitha vendet e tjera. 2 vjet në gjitha. Pak, po. Edhe pastaj kam qenë edhe në Movenpick, në Lalës, kam qenë menaxher i bareve. Po dhe tani ka ardhur këtu, ë? Si duket restoranti me standardet? Shumë mirë. Shumë mirë. Jemi akoma të hapja, por çdo gjë do vi në vi. Ja, pas kanë shtruar gati një tavolinë për testuar, thash, çdo gjë është e standardit të Akorit, e Mgaleri është një prej brendeve të Akorit. Albano, faleminderit. Faleminderit, shkënaqësi. Do kthehem prap pak më pas. Po.
Pra kjo ishte pjesa e restorantit, ndërkohë që nuk hyra në pjesën e brendshme të hotelit. Pjesa e brendshme është pjesa më interesante. Tha, shiheni çfarë pamje ka këtu, shiheni çfarë pamje të mrekullueshme ka deti, pishina, hoteli, i cili ngrihet, thash, është një hotel me nivele të ndryshme nga 2 në 6, i gjithë i veshur me gur shqiptar, por çfarë standardi kanë dhomat? Do t'ju tregoj 2 nga dhomat, 3 tipe dhomash. Dhomën standard, pra më të voglën, do t'ju tregoj dhomën e Junior Suite dhe do t'ju tregoj dhe suitën presidenciale. Si është suita presidenciale e cila do të kushtoj nga 1200 deri 1500 euro nata, në hotelin e parë 5 yje plus luxury në Shqipëri, Green Coast Hotel M Gallery Collection në Palas.